Currilat. Po pse? Në pëlqen. Juve jeni dursak? Ja, unë jam e ardhur. Po, banoj prej shumë vitesh. Dhe më pëlqen. Kur vini e bëni zakonisht? Ne vim 2 orë mëngjes. Vim 8, tani tikim për në shtëpi, pushojmë, relaksojmë. Mas dite dalim prapim në një kafe këtej, kur na marrin nipa e mbesa e fëmijë. Shumë mirë, ne jemi ha. Pse frekuentoni plazhin e Currilave? Po fillon Thetësia për herë, gjithmonë kam dashur se fillon për herë Thetësia, nuk është nevojë se më shkon plazh të madh më shko shumë larg me kal. Edhe kam lajë gjithmonë që i vogël këtu. I kam hapur atë. Po. Me kë vjen zakonisht? Me çonin, po tash kam ditora ndi dhe munom për vetë vetë kur kam një kohë të tjera dhe sepse kam shtëpinë tu afër. Është traditë që të gjithë dursakët e vjetër këta që kanë shtëpinë këtu të vinë Currila? Po fiks, ashtu është. Pse ju pëlqen plazhi i Currilave? Kuptohet, afër është. Qet. Edhe qet, kuptohet. Qet. Me kë vjen zakonisht? Po vi vetëm sepse s'kam gruan. Se gruaja është në punë. Unë jam susu që rri. Jam më i lirë. Kam marrë që 3 vjetë shtu për ne. Edhe kam debulesë dhe vinë Currila. Por nuk ka vende tjera prapë të lira që mund të shkoj kollaje. Këtu e kam shumë kollaje, vi për 5 minuta dhe lahem freskohet me i për moshën që i kam. Gjithë dursakët e vjetër besoj këtu e bëjnë plazhin? Po, e bëjnë dhe vende tjera. Nuk është që e bëjnë tu, është me mundësia.